Mirë se erdhët në episodin e parë të EduCast. EduCast është një iniciativë e organizatës jo qeveritare THY, ku nëpërmjet një serie të podcasteve do të diskutohen çështjet e rinisë si edukimi dhe arsimimi i tyre. Në kuadër të kësaj, në episodin e parë ne do të diskutojmë për iniciativat, strategjitë dhe politikat e komunës lidhur me të rinjt në përgjithësi, por edhe edukimin dhe arsimimin e tyre në veçanti. Për të diskutuar për këtë temë, sot mysafir e kam nën kryetarin Zotri Kujtim Gashi. Mirë se erdhët, Zotri Gashi. Faleminderit, mirë se u gjej, është kënaqësi e veçantë edhe natyrisht me qenë këtë EduCast, por në të njëjtën kohë edhe me vlerësu punën e vazhdueshme që e bën organizata THY në këtë drejtim. Faleminderit edhe një herë, po fillojmë me një pyetje ndoshta pak më të përgjithshme. Komuna sigurisht që ka, por çka konkretisht ose çfarë strategjie ka komuna rreth të rinjve në përgjithësi kështu? Po në fakt komuna sa i përket të rinjve në përgjithësi në kuptimin e arsimit të veçanti e ka dy forma të zhvillimit. E para është edukimi formal, ajo që është edhe edukimi i rregullt në kuadrat e shkollave, qofshin ato shkolla fillore apo të mesme, edhe në njëjtën kohë e ka si formë të dytë, me të cilën i mbështet të rinjt, i përkrahon të rinjt, ose i mbështet projektet që kanë për qëllim edukimin në pjesën e edukimit jo formal. Në fakt kjo viteve të fundit është shumë e theksuar, për faktin se jo gjithmonë shkollat e zakonshme ofrojnë gjithë atë që po zhvillohet sot jo vetëm në Evropë, por mbar botën, shpejtësinë e madhe të zhvillimit të teknologjisë, pastaj pjesën e inteligjencës artificiale, gjitha këto tema që tash duam apo nuk duam janë pjesë e përditshme e jetës tonë, po në të kohë edhe e edukimit. Prandaj këto dy forma, komuna e Prizrenit, institucionet lokale kryesisht e zhvillojnë aspektin e edukimit, por edhe aktiviteteve tjera jashtë edukimit, që kanë të bëjnë me të rinjt e komunës tonë. Zoti Gashi, ju i cekët këto format, domethënë formale dhe jo formale, që është pjesë e përditshmërisë, ndoshta edhe obligimit të komunës, po a ka ndonjë nismë më të rëndësishme për shembull krahas këtyre që komuna e fokuson tek rinia dhe edukimi dhe arsimimi i tyre? Po faktikisht unë i përmend ato që zakonisht në bën në komunën tonë në këto 4 vitet e fundit. Kemi pas 2 programe shumë të mëdha për të rinjt, që besoj kalojnë kostën e mbi 1 milion euro, që janë fokusuar kryesisht në disa prej organizatave më të fuqishme që merren me projekte trajnore, me aktivitete trajnore, dhe njëra prej tyre ka qenë fondi për startupe, e cila ka përfshirë edhe edukimin, edhe organizimin e aktiviteteve, iniciativa të ndryshme, propozime të ndryshme, ideve të ndryshme që kanë pas të rinjt, që lidhen jo domosdoshmërisht edhe me biznes, por është më e përgjithshme, më e fushë gjanë. Megjithatë, si fokus e ka pas krijimin e bizneseve të reja startup, po kjo ka edhe përmes edukimit, sepse tash do ta ilustroj se si ka qenë njëri prej përfituesve në kuadër të këtyre thirrjeve, në kuadër të këtyre programeve. Ta zëm një i ri me idenë e tij që e ka pas propozuar në këto projekte, ka pas bënë që përmes inteligjencës artificiale me i bën analizat shëndetësore të personave në Prizren, ka qenë iniciativë e tij. Me fillimisht edhe ata që e kanë diskutuar, edhe ata që e kanë trajtuar si temë, ka qenë pak e befasishme, sepse edhe në vendet më zhvilluara ende nuk kanë rrinë që analizat me i bën me inteligjencë artificiale, po faktikisht ajo është sot në procedurë të patentimit të kësaj iniciative, dhe besoj që nëse eventualisht zhvillohet më tej, unë besoj që edhe ka më zyrtarizuar shpejt. Domethënë njëri prej përfituesve të këtyre projekte, në anën tjetër, na kemi pas shumë thirrje dhe shumë programe që kemi lansuar gjatë këtyre 4 viteve. Kemi mbështet tash organizata, po edhe të reja që kanë pas iniciativa ndryshme, propozime ndryshme. Është fat i mirë që tash 4 vite me radhë ne zhvillojmë
projektet të jashtëzakonshme me organizatën Makerspace. Kryesisht, kur e kemi fillu, ideja ka qenë për digitalizim, domethënë me i përgatitur të rinjt në fushën e digitalizimit, po pastaj është zhëru, domethënë programi dhe projektet në kuadër të Makerspace-ave. Edhe kjo që përmenda rastit të inteligjencës artificiale është në kuadër të Makerspace-a, po aty shumë trije të reja sot me qindra po kalojnë rrugën e përgatitjeve të shumë trajnime në përfusha të ndryshme. Thjesht është kriju një akademi e të rive, e cila kryesisht financohet prej komunës Prizrenit, natyrisht edhe me bashkëfinancim nga mekanizmat ndryshëm për jashtë, ka qenë Niko Sajdi, pastaj Helpi, ambasadat e ndryshme që e kanë financu dhe në bashku në kuadër të këtij programit që e kemi lancu bashkë me ta. Në anën tjetër, kemi pas edhe një projekt poshtë të madh me AZHR-n, Agjencionin për Zhvillim Rajonal. Është organizatë e themeluar prej komunave të regionit Prizrenit, domethënë janë të përfshirë të gjitha komunat dhe kanë themeluar si organizatë. Atëherë është menduar kur është themeluar që kjo organizatë më ndihmu komunave në përgatitjen e projekteve që kanë të bëjnë me IPA, po edhe në njëjtën kohë projekte ndërkombëtare, por tash duke pas parasysh që aty ka një trup jashtëzakonisht të përgatitur të njerëzve që punojnë aty, edhe që përgatitin projekte për komunën dhe për organizata të ndryshme. Ne kemi menduar bashkërisht që në kuadër të AZHR-s me pas po ashtu projektet që mbështesin të rinjt, këtu ka qenë me theks veçantë të rejat, gratë. Fillimisht është ideu për gratë, po tani me që ka pas projekte të mira nga 2 gjinit, atëherë normal që janë mbështetur ato projektet, edhe këtu kanë të bëjnë me bizneset grave, pastaj me iniciativat ndryshme që kanë të rejat, të rinjt, përfshi këtu edhe edukimin përgjithësi, organizimin e trajnimeve të shumta që sot bëjnë shumë të rije, shumë organizata. Këto dyat që i përmenda janë 2 prej mekanizmave që i kemi përdorur në këtë mandat 4 vjeçar për me ndihmu të rinjt, për me ndihmu të rejave, për me ndihmu grave, dhe po ashtu edhe këtu ku jemi sot te organizata Thy, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë në kuptimin e mbështetjes edhe për pjesën e edukimit, por po ashtu ka edhe shumë organizata tjera që janë pjesë e thirrjeve tona, pjesë e mbështetjes tonë për t'i mbështet të rejat e të rinjt. Tash nuk po jemi fol në atë pjesën e shumë bursave që i kemi si komunë, sepse ne kemi pas një prej prioriteteve me rrit fillimisht vlerën e bursës, pastaj me rrit edhe numrin e përfituesve dhe prej fillimit mandatit, kur e kemi marrë në vitin 2021 dhe deri sot, ne kemi rrit 100% vlerën e bursës, por po ashtu edhe 100% e kemi rrit edhe numrin e përfituesve. Pra, komuna në kuptimin e mbështetjes për të rinjt, sidomos te fusha e edukimit, sepse edukimi është çështje, mojmë me thënë, problematike jo vetëm në vendin tonë, por edhe shumë vende për rreth, por po ashtu edhe në shumë vende evropiane. Mendojmë që sidomos te përkrahjat të financimit, të mbështetja, të rinjt edhe të rejat e nxënësit e mi pas e studentët prioritet, për shkak se po ka shumë zhvillim të shpejt në fushën e arsimit për tërë botën, dhe natyrisht ne në këtë drejtim duhet me investu sa më shumë që me ndjek hapin të paktën me i përcjell zhvillimet dhe trendet që po ndodhen nëse nuk më mizon dhe mi kalu. Po, shumë mirë. Domethënë ka organizime, këto organizimet sigurisht që në aranximin e tyre kanë sfida, po sa arrin domethënë të rinjt ose sa ka njohuri të rinjt për këto organizimet e komunës, domethënë sa janë të informuar edhe se kjo ndikon edhe në kyçin e tyre në këto organizime. Por këto që i përmena, domethënë në bë kryesisht nëpërmjet njoftimeve të përbashkëta që kemi pas me organizatat me mekanizma të ndryshëm. Në vitin 2026 e kemi në plan me i kriju politika trinore. Po ashtu edhe planin e veprimit për të rinjt. Komuna e Prizrenit dikur i ka pas, por fatkeqësisht nuk kemi një dokument tillë. Përpos që do të jetë një dokument formal i cili përcakton se çfarë kanë me bërë organizatat, cila është me marrë përsipër pjesën e edukimit, cila pjesën e bizneseve, startupeve, cila pjesën e qëndrueshmërisë projekteve dhe mbështetjes, cila pjesë mbështetjen për gratë, se unë nuk jam shumë idhëtar mi nda, domethënë parapëlqej që projektet më zhvillu bashkarisht, sepse
integrimin urban duke i mbështet gjinit në format të veçanta, por duke i bashku në projekte të përbashkëta. Dhe unë besoj që krijimi i dokumentit politikave rinore, krijimi i planit të veprimit për rini, strategjia për të rit, ka me kriju një mekanizëm të ri edhe të informimit. Për shkak se ne mendojmë që këta të reja do të bëhen pjesë e artimit të dokumentit, dhe ky sigurisht që është dokument që do të zgjat një kohë derisa të finalizohet. Pastaj me finalizimin e politikave rinore fillimisht hapet rrugë për krijimin e planit të veprimit, pastaj si dokument që buron prej politikave rinore, dhe po ashtu strategjia që vjen prej nivelit qendror e ku përputhen këto dy dokumentet tona me këtë dokument nacional. Dhe unë besoj që në këtë aktivitet tonin vjetor kemi me kriju mekanizma që të rritë kanë me qenë më shumë të informuar, edhe pse na dhe sot shfrytëzojmë maksimalisht edhe mekanizmat që janë brenda shkollave, është Këshilli i Nxënësave, pastaj është Parlamenti i Trive, që po ashtu lidhet me shkollat sepse vjen prej shkollave, edhe me student kryesisht me organizata studentore që veprojnë në kuadër të Universitetit Prizrenit, dhe bashkëpunimi ka qenë i mirë. Megjithatë, nëse i referohem pyetjes që bëne, unë besoj që ka nevojë pak më shumë për informatë dhe më gjanë, edhe pse sot rrjetet sociale janë mekanizmat që shfrytëzohen maksimalisht për shkak se informata mbren shpejt deri te i riu edhe e reja. Megjithatë, unë besoj që në disa lokalitete, sidomos në disa fshatra, që janë ndoshta pak më thella, përfshirë pjesën e Hasit, mendoj që ka nevojë me u bën një mekanizëm tjetër i cili informon të rritë deri në shtëpinë e tyre, pse kjo nuk është shumë e lehtë, por të shfrytëzu këto mekanizma, rrjetet sociale, mekanizmat rinore që janë të shumta në Prizren, Këshillin e Nxënësave, Parlamentin studentor, pastaj Parlamentin e Trive që është në kuadër të shkollave. Besoj që kemi me kriju një mekanizëm më të gjatë ku të rritë kanë me qenë pjesë ma e drejt për drejt e informimit, edhe pse edhe sot besoj që relativisht funksionon mirë. Okej, vizibiliteti shumë i rëndësishëm, sigurisht komunikimi se e rrit numrin e pjesëmarrësve. Në kuadër të këtyre organizimeve juve ju ka ra me pas kontakte me të rinjt, si me pa çka është kërkesa e tyre, cilat janë sfidat kryesore të rinjve në Prizren, a keni mujt me vlerësu se ku janë të rritë, domethënë në Prizren, në pas të sfidave dhe kërkesave? Por në fakt unë ndaj në dy pjesë këtë çështjen e trive, me që jam marrë gjatë me punën e trive. Prej 2008-s fillimisht kam punuar si zyrtar i rinis një kohë gjatë, për 6 vite, pastaj ministër i trive një kohë, edhe si kryesues i kuvendit kam pas shumë bashkëpunim mirë me trit. Janë një grup i madh i trive që kanë shumë vullnet, kanë talent, kanë disponim për me organizu, me bë aktivitete rinore, edhe ata para vetes nuk shohin sfida, për pas që kanë nevojë vetëm me i mbështet kuptimin që ata me organizu ata që e mendojnë. Në anën tjetër kemi një grup të rive që kryesisht janë student, ata senin e parë që e mendojnë është çështja e punësimit. Domethënë që ka fillu studimet, është afër mbarimit edhe mendon se ku nesër mund të jetë në punë, që është e drejtë dhe legjitime e tyre, por unë po flas pak më shumë për këtë pjesën e trive që kanë vullnet me organizu aktivitet, projekte, dhe nuk e shohin veten a priori me njerëz se si do të jetë pjesë e një pozite ose një pjesë e një vendi të punës, sepse ajo është normal nevojë dhe këtë legjitime, por unë po flas për një aktivitet i cili në fund fundit i shërben komunitetit më të gjatë. Më të gjatë kur po flas jo vetëm vetes e familjes, po një mekanizëm që krijon mundësi shumë të reja njerëz me përfitu prej aktivitetit tënd si individ. Dhe unë me këtë pjesë kryesisht kam dëshirë dhe disponim me punu shumë, për shkak se të rit, sidomos në Prizren, ka një disponim dhe një vullnet me bërë shumë aktivitete, me bërë shumë projekte, dhe besa që shpesher din me të befasu me iniciativat edhe me idetë që i kanë, dhe kjo përshijet edhe me këto dy organizatat që i përmena pak ma heret, ku shumica sot për tyre kanë kriju biznese të fuqishme
për me u befasu. Do të thonë para 4 vite ka qenë me një ide, me një iniciativë, sot ka 25 punëtorë, 30 punëtorë që punojnë për organizata të fuqishme ndërkombëtare prej vendit tonë, do të thonë prej prezentit për zyreve të tyre. Prandaj nuk besoj që ata shohin shumë sfida para vetes, nëse veç eventualisht ekziston një mbështetje çfarë jemi mundu me bënë në këto 4 vitet sa kemi qeverisë Prizren. Po paka shumë ucek, domethënë që ka organizime të tilla, ka ide edhe iniciativa të rinjve, po sa po investohet në këto aktivitete dhe në krijimin e këtyre hapëstirave që ata mu formu, po edhe mu rikualifiku në domethënë bëhen gatshëm kryesisht për tregun e punës, edhe pse ky term s'm pëlqen shumë, po thjesht mu bë zoti vetvetes. Po në fakt, më herët kemi pas projekte pikërisht me këtë terminologji, projekte për përgatitjen e trive për tregun e punës, nuk kanë që edhe më shumë ka tingëllu e favorshme, se nashta për një moment një triu t'ja imponon. Sepse fillimisht, nëse vetëm e përcakton me shku me një fushë të caktume, po mëna që ja imponon nesër edhe profesionin e tij të punës, dhe në këtë drejtim unë besoj që një numri i madh i trive dhe trejave që janë përfshin në kuadër të tyre projekte. Sot mund me thënë lirisht që të gjithë janë zot vetvetes, jo vetëm personalisht, po ata kanë sot edhe mekanizma qofshin organizata shumë të fuqishme që po udhëheqin në Prizren dhe Prishtinë, po natyrisht që kanë fillu këtu, po shumë prej tyre kanë edhe biznese që po e zhvillojnë hovshëm, përfshin këtu edhe në pjesën e digitalizimit të inteligjencës artificiale që janë fusha kryesisht reja, po që kanë depërtuar shumë tritë e komunës tonë. Dhe në takimin përmbys të fundit që e patëm të projektit, ishte fascinuese ajo që pam edhe prej raportimit të tyre, sepse secili bëni prezantimin e punës edhe të projektet që kanë bërë. Tash një iri që ka fillu para 3-4 vite në Prizren me një iniciativë, me një ide, sot është një djalë ose një vajzë e cila është një organizatë fuqishme në për vendet ndryshme të Evropës, në Itali, në Zvicër, në Gjermani, por që kanë kriju lidhjen tani edhe me Prizrenin edhe me Kosovën, dhe punën e tyre e shohin një ditë këtu, 2 ditë atje, 2 ditë atje, një ditë këtu, domethënë kanë lidhë si mundësi edhe me shkëmbytri nga të dyja anët, edhe aty ku e ka shtrin biznesin, ose organizatën, sepse kur po flasim për biznesën mos të kuptohemi se vetëm për biznese klasike, po edhe për organizata që po bëjnë aktivitet edhe punë edhe projekte të ndryshme në për vendet ndryshme të Evropës edhe në vendin tonë. Kështu që ka dhe po besoj më dhjetra lansime që i kemi bën, qofshin me drejtorate ndryshme, pjesa e turizmit, pjesa e arsimit, pjesa e edukimit, pjesa e kulturës, e rinisë, sportit, po u mënova me rëmbllaksu në përgjithësi si projekte që i kemi realizu, po flas për këtë periudhën 3-4 vjeçare, që kanë qenë projekte ku ka njëherë këta udhëheqësit e organizatave dhe bizneset thënë që kemi mungesë të rive me i përfshin për shkak se secili që ka qenë, i ka ndjek, i ka përcjell programin, domethënë e ka themelu një organizatë vetën ose një biznes vetën edhe ka fillu punën me ato iniciativat që i ka pas, po tash me forcën edhe me fuqinë e vet. Okej, gjatë diskutimit ju e cekët edhe i riu është i ri pa dallim gjinie, domethënë nuk keni që është shumë e natyrshme mos me boksin ndasi, po jetojmë edhe në një qytet që është multietnik. Komunitetet sa përfshihen në këto projekte, a ka nashta projekte ose organizime të veçanta për ta, apo janë të hapur edhe për ta? Jo, në fakt, të veçanta nuk ka, për shkak se thash fillim nuk parapëlqej me pas shumë si kufizime edhe në kuotën gjinore, po edhe të pjesa e komuniteteve. Në gjitha këto projekte që përmenda, numri i komuniteteve është jashtëzakonisht i madh. Te Azhere ka pas shumë gra dhe 3 të komunitetit turk, ndërkohë te Mekrespiset ka pas shumë të komunitetit bosnjak, po ashtu edhe të komunitetit raje, të cilët janë her pas here të përfshim në për këto mekanizme. Ne nuk kemi pas asesi të vendosur një kuotë, për shkak se kemi dashur një integrim i plot me qenit gjithë atyre që kanë ide, jo që janë komunitet ose që janë shumicë. Do të thonë ideja ka qenë që
ata që kanë programe që paraqesin një vizion caktuar për një projekt caktuar, me qenë përfitues, edhe numri ka qenë i madh, nuk ka pas shumë kufizime, sepse kur kemi mri vitin 2023, nëse nuk gaboj, me përfundu fondin dhe kanë betë një numër i vogël i atyre që jenë paraqit edhe fondin nuk i kanë mbulu, ne kemi gjetë me një mekanizëm jashtë dhe shpeshe kemi pas intervenime të ambasadave edhe të organizatave ndryshme për me mbulu të pjesën tjetër të programit. Dhe unë besoj që 100% ata që kanë apliku kanë qenë edhe përfitues, sepse ideja jo nuk ka qenë as me kufizu numër, po me pas sa më shumë mbështetje, gjithmonë të ajo pjesa që i plotësojnë kriteret edhe rregullat e përcaktuara, sepse na nuk mund tash me përfshin në kuadrat projekte njerëz që nuk i kanë plotësuar rregullat minimale ose kriteret minimale të aplikimit. Dhe në këtë drejtim kemi qenë strikt. Por në anën tjetër ata që kanë plotësuar kanë qenë gjithë mbështetur përfshi këtu edhe komunitetet të cilat jetojnë në qytetin tonë. Këto organizime kërkojnë kohë, mund po sa komuna domethënë e planifikon ose krijon një strategji më afatgjatë rreth këtyre organizimeve, këtyre projekteve, këtyre iniciativave për të rritur në përgjithësi. Po në fakt deri tash kemi pas pak më shumë projektet janë lasu në kuadër të një diskutimi që kemi bërë, ku i kemi përfshin organizatat, edhe ku kemi kriju, domethënë atë mekanizmin e sjelljes së ideve dhe propozime se çka i duhet organizatave dhe përgjithësi shoqërisë civile, po edhe komunës me e bën në vitin e caktuar, domethënë vitin e ardhshëm. Edhe kryesisht në kuadër të tyre diskutimin, në kuadër të komunikimit, ne kemi marrë vendime për programe të caktuara. Ndërkohë tash, e thash që në vitin 2026 ne po insistojmë me kriju një mekanizëm të ri. Përfshi këtu edhe këto dokumentet të cilat po i përmendni përfshin strategjinë, që vjen si dokument prej nivelit qendror, edhe politikat rinore që janë dokument lokal, po që i krijojmë në kuadër të bashkëpunimit me organizatat, me shoqërinë civile, me të rinjt, me të rehat, me nxënësat e shkollave, përsëri me parlamentin studentor, dhe krijojmë një mekanizëm më afatgjatë. Politikat rinore janë kryesisht dokument që bën 3, 5 vite, 7 vite, edhe të njëjtë kuadër sa i bën strategjia, dhe ne kemi një mekanizëm më të gjatë të koordinimit të përbashkët qeverisë lokale edhe shoqërisë civile, përfshin gjithë këto që po i përmendin për disa herë me radhë, dhe besoj që një strategji më afatgjate heq me qenë një siguri më e madhe jona edhe me i garantu fondet, por po ashtu të pas parasysh tash që lëvizjet në përbot janë të shpejta, zhvillimit janë të hofshme, edhe ndryshimet po ashtu janë të hofshme, nuk besoj që duhet me pas dokumenta shumë afatgjate, sepse ato tani krijojnë një farë sistemi që na duhet me një këtë dokument, ndërkohë gjithçka lëviz ndryshe në pjesën tjetër. Megjithatë dokumentet nuk janë të pandryshueshëm, edhe besoj që eventualisht nëse lëvizjet janë kështu siç po ndodhin tani, na çdo vit mund ta revidojmë dokumentin, duke ju përshtat gjithmonë kërkesave të kohës edhe të rive e të rejave që janë pjesë këtyre në domethënë zhvillime. Megjithatë, do të kemi mekanizma të krijuar në vitin 2026, të cilat do të na orientojnë drejt sipas zhvillimeve që po ndodhen në përbot. Do të thonë gjithë këto organizime për të rritë njëkohësisht edhe bashkëpunime me organizata të ndryshme, për fund një mesazh edhe të rinjve, po edhe organizatave drejtuar ty me përfshit komunën. Që në fakt unë tash me që kum bën një kohë gjatë të punës me të reja, edhe me organizata shumë, edhe sot vazhdoj me punu shumë me ta. Ajo që i kisha thonë, e kisha kërku për e tyre është, do të thonë, iniciativat edhe rrugtimi i tyre kur nis, jo gjithmonë është me njëherë i suksesshëm. Do të thonë, jo gjithmonë kanë më mirë prit. Jo gjithmonë kanë me pas rezultatin për cena ata mendojnë që po e përgatitin, po e lypin funditës në rezultat dhe kjo nuk mund me ndodhë më njëherë. Prandaj nuk duhet me u dorëzu, nuk duhet me u zhgënjy, sepse ata të cilët vërtet kanë qenë konguls, të vendosur, rezultatet i kanë mri. Jo gjithmonë me njëherë, por gjithsesi kanë mri rezultatet të forta dhe unë i njeh gjitha këto organizata dhe në prezent që e kanë nisë rrugtimin, sot janë bë mekanizëm të fuqishëm të rive dhe janë bë organizata me qindra e mira anëtar në kuadër të saj e me
ndoshta miliona euro të qarkullim në projekte të mëdha, jo vetëm vendore, por edhe ndërkombëtare. Prandaj rezultati është jo i menjëhershëm, por vendosmëria do të më qenë e përhershme. Zoti Gashi, s'po mbetet gjë tjetër veç t'ju falenderoj për këtë bisedë. Shpresoj që kjo bisedë do t'ju shërbej edhe të rinjve, po edhe gjithë qytetit rreth, domethënë, përfshihen informacione rreth organizimit dhe strategjive që ka komuna lidhur me të rinjtë dhe edukimin e tyre dhe formimin në përgjithësi. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit juve për ftesën. Na jemi të gatshëm me diskutu këtë tema, jo vetëm këtu, po edhe me të rinjtë gjithandej komunës tonë. Faleminderit. Ishim me nënkryetarin e komunës së Prizrenit, zotëri Kujtim Gashin, ku diskutuam për strategjitë dhe organizimet që i ofron komuna në bashkëpunim edhe me organizata të tjera jo qeveritare për të rritë formimin e të rinjve të qytetit të Prizrenit. Deri në episodin e ardhshëm, mirëmbëjtje.